Sepse media me plot gojë mund ta themi, dëbardhën mund ta shndron në zezë. Dhe jo rastisht, domethënë, shoqëria e cila për shtyllë të zhvillimit vet e ka diturinë, ajo çdoherë do të prodhon, do të thotë masë kritike, nga cila masë kritike do të del elita. Sot realisht nuk është një situatë e tillë. Sot domethënë veprimet politike krijojnë një masë elitare. Dhe pastaj masa elitare politike shoqërohet me pjesën tjetër, akademike dhe atë mediatike. Nëse bëjmë një studim personazhit të faraonit në Egjipt. Faraoni ishte ai që përfaqësonte elitën, ishte totalitar. Dhe për ta imponuar mendimin e tij totalitar i kishte magjistarët, që shumë shkencëtarë bashkëkohor musliman krahasojnë magjistarët me punonjësit e medias. Sepse media me plot gojë mund ta themi, dëbardhën mund ta shndron në zezë. Dhe të kundërtën, zeza mund ta shndron në bardhë. Ajo që e bën magjia realisht, faktet jo ekzistente ti paraqes si ekzistente dhe të kundërtën me të kundërtën. E tani, do thotë, sot na elitën që na përfaqëson në aparencë, do thotë në pushtet, në pjesën akademike, në media, është ajo që ka prodhuar populli apo jo është imponuar popullit? Realisht, nëse analizojmë, do thotë, në mënyrë domosdoshmërisht sistematike, që nga fillimi i tyre deri në pozitën që kanë arritur ata, shohim se jo, nuk mund të jetë se kjo elitë është prodhim i kësaj shoqërie. Se realisht në shoqërinë tonë, do thotë, me gjitha do thotë devijimet edhe degenerimet përsëri ka një mirësi që s'paku une për popullin tonë shqiptar mendoj se në esencë e kanë një zemërbardhësi dhe një mirësi substanciale, domethënë. Mirë po, për shkak të rrethonave të vështira të jetesës, kemi pas pushtetin diktatorial domethënë në Shqipëri dhe kemi pas pastaj sundimin diktatorial në pjesën tjetër të Jugosllavisë nga serbët për shembull apo maqedonasit, dhe kjo detyrimisht ka luajtur një rol të devijimit nga kjo substancë domethënë e mirësisë dhe zemërbardhësisë që kemi pas, dhe kjo ka krijuar domethënë që quhet nus produkte, gjysmë produkte, të cilat edhe në sferën e akademizmit, edhe në sferën e politikës, pastaj edhe të medias kanë krijuar një lloj aparencë se ata janë sot do të elita.